Kosovë është që mrena subjektet politike ka dhe do farë feudësh, ose kështu funksionohet. Djali ati, një pikti, unë që tash pa llogarit që do të shtrohet pyetja, po marrë shkak prej këtij rasti, kur zoti Ukrugova aderon në LDK ose prezentohet si njëri prej atyre 110 kandidatëve për deputet, ndërkaq para ti ka qenë motra e ti, deputete e LDK-s. Edhe pastaj e bona për 1 minutë një farë listës, sa më kujtu, zoti Thaçi iku prej subjekt politik, nejse u dash me shkun presidencë, me njerë u dash me zëvendësu dikush, që i ka vlau të Hashim Thaçit me konë deputete. Ose e di moti, shembulli ma ekzemplar, zoti Haradina i kryetar, vllaun deputet, dajen po ashtu deputet. Zoti Selimi prej Vendosjes, si shkoj në Hagë, u desht bashkëshorten e tij me shtin listë dhe me e bë deputete. Pastaj, djali Samil Ushtakut, kryetar, djali i Jakub Krasniqit, kryetar, vajza Gani Gecit, Geci thot tash që vllau duhet me konë aty në listë, se prej familjes s'kem vendos tash me u përfaqësu me vllau. Kujtohet Adem Grabovci, kur u pat anashkalu prej subjekt politik pas asoj aferës pronto, a e delegoj njonin prej familjarëve të ngushtë në listën e PDK-s. Kështu që ky është problem shumë i madh ku njerëz edhe zakonisht këta të këtyne familjeve, po themi thojza të mëdha që janë nëpër parti, ata depërtojnë më lehtë, edhe morin vota, edhe ngushtojnë hapësinën për eksperta dhe për tjerë, dhe meritokraci, thuj se asë që bëhet fjalë që ka në subjekte politike. Po e forcon atë që tha Durimi më herët për demokracinë brenda partive. Është formale. Është problemi më i madh, unë mendoj, me të gjitha partitë politike, përveç këtij familjarizmit edhe kësaj tendencës feudaliste për trashëgimi familjare të pozitave në parti politike. Mendoj që është shumë e theksuar në gjitha partitë, ndoshta në disa nivele edhe lokale, bile shumë është edhe në LDK pak më e theksuar. Mirë po e njëjta vlen pastaj edhe me këto aderime të reja që shumë shpesh shohim edhe individ që kanë bë zigzage politike në parti të ndryshme politike dhe tash thirrën prapë në një parti tjetër si potencial, kapital, intelektual, që do qoftë. Kjo është problematika kryesore, dhe thotë funksionimi i brendshëm i partive politike, sa janë demokratike këto parti brenda vetvetes, sa kanë hapësinë njerëz që punojnë aty ditë e natë, që të marrin pozicione, qoftë të hecet partisë, po edhe të nominohen për pozita publike. Dhe po shohim që shpesh i bëj pyetje vetes, këta njerëz që punojnë çdo ditë për këto parti politike me vitet tona, që kur s'marrin pozita, a ndalen ndonjëherë me mendu çka po ndodh me partinë tonë, si është e mundur gjitha këto nominime publike që bëhen vinë nga jashtë ose vinë nga familjar, e tjera. Kjo është ai problemi i funksionimit të brendshëm. Mendoj që me kohë, ndoshta debati në parti politike është zhvillu pak, se kemi pa debat edhe brenda partive politike, për çudi dikush habitet, mirë po tash shohim që ka debat edhe brenda lëvizjeve të vendosje, do thotë vendimarrja është pak më e zgjeruar edhe aty. E dim që ndoshta tash fakti që u regjistruan si koalicion vjen pak edhe si presion i partnerëve, do thotë nuk është marrë vendimarrje unilaterale, qoftë nga zoti Kurti, qoftë nga lëvizja e vendosja, mirë po është një vendimarrje përbashkët me parti tjera, kështu që shohim që ai debati i brendshëm ndoshta po zhvillohet, mirë po qëndron prapë ky problemi i reciklimit figurave politike që është mendoj më e keqja e skenës politike që po na ndodh ende fatkeqësisht. Tash kemi njerëz që i kanë kaluar 2-3 parti politike, ideologji të ndryshme. Po pse kanë ata më shumë gjasa se sa të tjerët që ndoshta janë rishtas në politikë dhe që thjesht janë sepse askush mos nuk po e merr mund. Mendoj që kanë gjasa, unë mendoj që nëse mirëm edhe jo pse ka gjasa, për shembull atë që tha Besniku, më shumë të kenë mbështetje ata që kanë patur babajin ose dikë të fortë nga familja më herët në parti se sa dikush që ka një profil profesional. Edhe me aktivizu degën, edhe me kriju bazën e degë, mirë po dëshirojnë diçka të gatshme, me ardhë dhe... Pra, politika është mjeti për tek qëllimi. Njerëzit nuk hyjnë Kosovën politikë me i dhënë diçka politikës, po me marrë prej saj.
Të thëtë, ajo që mu mungon një vend pune, unë futem aty me shpresën që do të punësohem. Mungon mundësia me kriju kushtet e përshtatshme për biznesin tim, atëre do t'i më natyrshme të forconin degët dhe nga ty të krijonin strukturat? Unë në rrjetet sociale kom shkru këtë ditë, kom qenë tek dega e Partisë Demokratike në Prishtinë, dega është e mbyllën, të zyret janë të nkohen, është tërësisht strukturat e partive politike në nivel të degëve janë të zbrasta, të vetëmi që angazhohen janë ata asambles, ata persona që realisht marrin prej pushtetit, nuk është që kemi një organizim të atill të partive politike ku forumet rinore, për shembull nëse shihni Gjermaninë, Gerhard Schröder ka qenë krahu i djathtë i Willy Brandt, kancelarit parë socialdemokrat. Është kancelari i tretë socialdemokrat pas, do thotë, partia politike është forumi rinor. I një partije politike është një lloj akademie politike këtu përqeshen, sa po që të shkojnë. Thjesht, mimoz, për me ndërtu bazë në parti, duhet me dalë, me fshi rrugë, me hek bërllog. Kur mësohet njeriu me një farë aktivizm. Pra, është çështja është tash, për këtë arsye po them njerëzit nuk hyjnë me i dhënë politikës, nuk hyjnë me i zgjedh problemet e qytetarëve. Hyjnë me marr për veti një diçka në rrugën, mënyrën më të lehtë. Edhe kur dikush të merr, edhe të vendos thotë, hajde ki me hyn listë, momentin që ke hy përmes një kanali të caktuar, një prej aty në grupeve të interesit, etiketohesh shumë e vul, njeri i X-it Y-it, edhe aty është kriju një fakt merr fund liria individuale. Për të arritur të partia nëpërmjet ndoshta që kanë dëshmuar të kaluamën që detyrimisht kanë për interesa personale, po do të flasim pak sonte, sonte. Dy ministrat që kanë jap dorëheqje për pozitave dhe s'janë kthyer në politikë. Mos tim detaje, po ka dhe ajo që problemi më i madh ka qenë performanca e shkollës edhe raste ekzemplare kur ti ka ndru 4-5 parti edhe sot i ki deputet ale. Po, e përmena ma heret. 4-5 parti ka kaluar. Po reklamon si aderimet forta në parti politike, më thash që e kemi këtë. Paraqitën të tillë sepse kanë një bagazh për të kaluar. Do të flasim pak edhe për këtë luftën, po ja fjalën Anitës. Për mua nuk është dua të ndroj temën pak. Problem emrat ju më duhet pak vis pak në çet. Mirë, në rregull, se desha të kaloj pak çështja e diasporës që ka emrat, po është edhe shumë e rëndësishme. Po çka jo ata përfaqësojnë se për me kontributi duhet me u angazhu politikisht. Kërkush nuk i ka thonë Ramushit pse ardh me vllazën luftë. Kështu që pse duhet mos me u angazhu familjarisht, nëse ai kontributin e vet e shen në politikë. Kështu që nuk mujna me u thirr është mbesa ose është djali ose është vllau i dikujt. Nëse dikush e sheh veten që kontribon, veç mos shko me familjen ku vend. Shkoj me familjen se ai ka kontribuar për këtë vend, edhe don me u angazhu me. Ai ka kontribuar për me hin ku venda. Metoda e vetme e nëse pyet Ramushën ai s'ka me ta thonë këto çapo jo, kjo kish me qenë shumë e ult. Besniku e përmendi gjithmonë absolutisht nuk është absolutisht nuk është gabim. Po jo, mërse ti po ja ai ka me kriju perceptimin publik. Besnik. Ai ka me kriju perceptim që është uri. Ti po ato që Ramushi ka bën luftë me vllazën, se po tu ka luftu për me ardhë. Jo, absolutisht jo, këtë pozinë ku vend. Në rastet kur është dashur me shku me luftu, si ka thonë dikush, po jo mos hajdi krejt. Tash në politikë i pejtu mos hajdi krejt.